Stërvitja shumëkombëshe e NATO-s Defender Europe 25 ka nisur zyrtarisht. Trupat e forcës toksore janë nisur drejt qendrës së stërvitjes në Bizë për të filluar zyrtarisht Defender Europe 25, një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Evropë dhe Afrikë. Defender Europe 25 në drejtimin e komandës evropiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bën bashkë vendet e NATO-s dhe partnerët strategjik për koordinimin në situata kritike dhe stimulimin e mbrojtjes kolektive. Shqipëria, si një nga vendet pritëse kryesore, luan një rol strategjik në garantimin e operacioneve dhe zhvillimeve të planifikuara. Defender Europe 25 synon rritjen e ndërveprimit mes forcave të armatosura aleate, forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe aftësive për të reaguar shpejt ndaj çdo kërcënimi të mundshëm në hapësirën euro-atlantike. Pjesë e kësaj stërvitje, që zhvillohet në disa vende të Ballkanit, mes të cilave dhe Kosova, janë më shumë se 25.000 trupa të NATO-s.